Në trojet tona, si në vend atje, si në diaspor, ka kapluar një fesad i madh, një shkatrim i madh prej magjistarve, apo sihirbazve, apo fallxhive dhe falltoreve, mashkuj dhe femra, që të gjithë kanë një qëllim, fesad, shkatrim dhe përçarje, e maksimalja asaj është kur përçahen dhe divorcohen dy të martuar, minimalja asaj është mos me të lënë rahat në dynja për asnjë ditë. Kështu që para pak ditëve masi hoxha erdhi prej haxhit, inshallah ka bën dua edhe për neve dhe për juve, edhe kret kush keni qenë, inshallah keni bën dua për këtë ummetin Muhammed alayhi salatu wassalam. E unë erdha këtu qillova rastësisht tash të bëjmë, kur mora vesh që edhe hoxha Lukmani ka ardhur pra prej Xhilanit, jo prej Kumanove. Ka ardhë këtu e mora në telefon qysh në Gjilan, se e kemi një farë bashkëpunimi vëllëzror, inshallah duam një tjetërin në emën të Allahut subhanahu wa taala. Edhe me hoxhën e Biu në konsultova të bëjmë një temë rreth sihirit, magjis, fallit, që popullata janë pa me dije, pa e njoft, e jo të gjithë, normal, por shumë prej popullatës tonë nuk e din, shkojnë të sihirbast edhe shkojnë të fallxhit. Me një fjalë, si thot fjala popullore të na, me qit. Vim të unë shumë herë në Prizren, edhe thëjnë hoxh të ja dish me qit. Unë bohëm pak kishes për barvesh, çka po duesh me të qit? Uj, lang, çka po do me qit? Jo, ai se kupton që unë më pitha. Kështu që mashtrohen edhe bien prej apo viktim, sidomos gjinia femrore, sidomos nga se jenë matë pa njohura me fenë islame, por arsye se asna shumë nuk i kemi mësu femnët tona, gratë tona, vajzat dhe motrat apo nënat, edhe bëhen viktim e sihirbazve, viktim e magjistarve dhe fallxhive. Hiq ma heret, veç dje, ku isha unë duke nejt, duke banu tek një vëlla jemi, të një musliman këtu në Zvicër, me ardhi një familje me i lexu Kur'an për rukje, që i thej rukje. E unë e pyeta, thash, ku ke qenë para se marrë të unë? Sa kam qenë të burdushi, të sihirbasi. Naudhu billahi minhu, lanetullahi aleyhi wa ala ashabi. Allah i shkatroft sihirbast, magjistarët, edhe fallxhit, të cilët me veprën e tyre të shëmtuar, janë kufar, pa iman, sa ai që bën sihir është kafir. Allah i shpëtoft ummetin ton edhe neve në përgjithësi, ya rabbel alamin. Prandaj në këtë drejtim, alhamdulillah që erdhëm në ujdi me vllazërit e mi, Allah i nderoft edhe i shpërbleft. Vllazërit e mi, ata të cilët shkojnë të sihirbasi, ose ata që shkojnë të fall, me bo me qit, për me ju bo zarar muslimanve, ka të regu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ata kanë me humbër në dynjë dhe në akiret. Prandaj thot aleyhi salatu wasalam në hadithin e vërtetuar, e të transmituar prej Imam Ahmed wal Hakim, e të vërtetuar prej Sheikh Al-Albani, rahimahumullahu gjemian, Allah i bënft rahmet për këtë ata ulema, thot ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, men eta arrafen, kush vjen të ai që bën fall, ose kahinan, edhe të ai që bën sihir, fall e sihir që të sene jenë, në bashkëpunim me shejtanin, e që hoxha ka mjau qirua këtë hesab deri në fund, me qëllim që të kemi na dobi këtu, e përmes neve të kanë familjet tona, edhe përmes incizimeve të kanë ma dobi edhe gjithë ummeti janë të cilët kuptojnë gjuhën tonë. Kush vjen të këta insan, fasaddaqahu, edhe i beson aton që ka po thot aj,
ai ka bon kufër në atë që është shpallur mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra kufër ka bon Kur'anin famlart. Prandaj, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sihirbast, lejse minna men të tajjer au të tajjer, au të kahën au të kahuna, au të kuhina la, au të sahara au të suhira la. Nuk është prej umetit ton, nuk është prej radhave tona, nuk është me neve, aj që të tjeret i mashtron, aj që me të tjeret i bajnë apo ju ban fall, ju qetë të tjerve, apo aj që shkon me i ban sihir ati, apo i ban sihir tjetër kuj. Hadithi i vërtetuar gjithashtu prej Shekhi Albani, një prej ulemave shqiptar të Shkodrës, e këtë cilit e dini gjithë, u bon rahmetli për 10 viteve Shekhi Albani. Prandaj, Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në këtë drejtim, pëthet në hadithin të cilin e kini ndëgjuar prej kretë hoxhallarëve, i gjtenibu seb'al mubiqat, largoni ju prej 7 gjërave që ju ndëshkojnë, ju sjellin dënimin ditën e kiametit. Largoni ju prej 7 gjërave që ju fusin në xhenem. Prej aty në 7 gjërave është sihiri. Vjen në rand sihiri, shirk 1, mbytja 2, sihiri 3. Në rand që i ka radhit Resulullahi alaihi salatu wassalam. Hadithi është i vërtetuar prej Sahih al-Bukharit dhe Muslim. O vllaznit e mi, si cili ditën e kiametit kemi me dal, kemi me ardhë para madhnisë Allahut. Si cili kemi me dal para madhnisë Allahut subhanahu wa ta'ala ditën e gjykimit. Ka thonë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, kur të vjen para Allahut xhelle xhelalu, do të shikojë ndjathë çka ka, punët çka i ka bën. Do të shikojë në të majtë çka ka, punët çka i ka bën. S'ka ndjathë në shmajnë kërkush, veç me Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të shikojë përpara zjarmin e xhehenamit. Ai që ka bon keq, ku atë shku? Që në një hadith po thot alayhi salatu wassalam, kur ishte gjallë ju tregoj sahabeve, e dëgjova një zhurmë, sahabët e pyeten, e çfarë ishte ajo zhurmë ja Resulullah? Tha tash 70 pranvera. Tash 70 pranvera. Allahu xhalla xjalaluhu e ka gjuajtur një gur në xhehenem. Tash ka ra në fundin e xhehenemit e ja dëgjova zërin. 70 vite. Ja Rabbi, Allah i na pështoft prej zjarmit xhehenemit. Allah i na pështoft. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dua për veti ka bën. Ja Allah, të mështetëm ty, më shpëtua prej zjarmit xhehenemit. O vllaznit e mi, as ndjath, as shmajt, kur gjos na pështon para Allahut, Allah i na rujt, inshallah nuk shkojmë para madhnisë ti, me mëkate të mëdha, me kufër, apo me mëkatin e madh të cilin po e bajnë sihirbast, magjistart, mashtrust, e populata e pa njohur boll me këtë dukuri negative, me këtë kufër të fort, po ju bien viktim, me një element shumë të çuditshëm, duke thonë, e po kur përbiesh në zore hoq, ku të shkoj, zori për mështi me shku, si kuraj që po hinë kamat, në fajde, zori për mështi, plot vetë nuk ishti zori, plot vetë, mirë po njeri që shtu po menon, për arsyeton vetë vetën, punën e vetë po justifikon duke i thonë, ti në regull e kije, ti tamam e kije, jo vallahi jo vlajem. Inshallah Allahu xhelle xhelaluhu na shpëton e nuk ju bahem viktim sihirbazve apo fallxhive që me keqardhje edhe disa prej tash të qujtur e nuk i kemi na koleg, por i veshin gjybet dhe i ven shallat mbi kokë edhe bajnë sihir edhe mashtrojnë popullin e që nuk jonë ata kolegë tonë se na ata si kem kolegë, na udhu billahi minhum, na lartë këtyne inshallah jam i gjithë.
Prandaj me pas frigën, mës më ra dherë të zjarmi i xhehenamit mës marë. Prandaj ka thonë alayhi salatu wassalam, fattaqun nara walau bi shiqqi tamra, shpëtone vetin, runi vetin, me shka të mundni, mës munsh ma asgjo, walau bi shiqqi tamra, bile me një gjys, apo me një pjesë të hurmës, me sadak, sepse sadakaja e shpëton robin, inshallah ta'ala, ditën e gjykimit. Me qenë se jemi na për këtë temë bolle madhe, për të cilën hoxha tash ka me fillu me na fol, unë dashur të i theksoj disa elemente të cilat na pështojnë ditën e kiametit, një ndërto si hiri, inshallah, nuk na kap, as nuk shkojmë të njerëzit me bon dikuj, edhe ruhumi prej saj, e që gjërësisht hoxha do të holloj këtë mesele, do të qiroj mirë, inshallah ta'ala. Frika ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala ka qenë edhe prej melekve, ka qenë edhe prej pejgamberve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu Gjelle Gjelaluhu pëthët për sifatin e melaqeve, melaqet të cilat janë të kryuara me e bo të smih Allahun subhanahu wa ta'ala, me e madhru, me e adhuru, me e bo të smih. Edhe kanë detyrat me i bo dua njerëzve, me i rujt muslimant, me i kryo obligimet që Allahu i ka urdhru. La jasun Allahe, ma emarahum ve jefalune ma ju umarun. Ato kanë frigën e Allahu Gjelle Gjelalu. Allahu për ato pëthët, je khafune rabbahum min fauqihim, o jefalune ma ju umarun. Ato kanë frigën e Allahu Gjelle Gjelaluhu, që është mbito, o jefalune ma ju umarun, edhe qojnë urdrin e Allahut në vend. Thotë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, marartu lejleten, usrije bi, bil mela il a'la, vë Gjibrilu, kel halas il bali min khashjetillah. Natën që përshkoj në Isra dhe në Miraj, prej Isras në Miraj, kalova bashk me Gjibrilin, bil mela il a'la, në krijesat më të nalta. Allahu ka dasht që pejgamberit me i boni një vizit, një ekskursion shumë të madh, që ta qetë mbi 7 qiell, dhurat për Allahut, Israja dhe Miraji, të cilën e kini ndëgjua boll, që është ndodhia më madhështore në fenë tonë deri ditën e kiametit për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Pëthët, kur eca atë natë bashkë me Gjibrilin, bil mela el ala, në krijesat më të nalta, që ka krijuar Allahu Gjelle Gjelaluhu, e shifsha Gjibrilin, bashkë që më shoqëronte, ishte kel halesil el bali min khashjetillah, ishte i qetësuar, ishte i ullët nga friga e Allahut subhanahu wa ta'ala. Nga friga e Allahut subhanahu wa ta'ala, Gjibrili alayhi salatu wassalam, i cili nuk ka bon as nuk ban, dhe janë të mbrojtur melekt prej gjunaheve, nga se janë krijes e pa epshe, e pa konjtje. S'kan epsh, nuk i ngacmon epshi për me bot keqen, sikur që jemi bota njerëzore, apo bota tjetër djallëzore, apo bota gjinore, apo unë ka i heri thamë edhe bota dreqnore. Ajo bot gjinore, edhe na jemi me konjtje me epsh, prandaj edhe gabimet paraciten. Allah i na pështoft. Gjibrili kështu ka qenë i frikshëm, Gjibrili, që është Resulul Melaike, melaqja kryesore e gjithë meleqve Allahu që ka krijuar. Kurse Enes ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, ka thonë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, Gjibrilit, atë natë pejgamberi po kalon edhe po pyetën me çka po sheh, alayhi salatu wassalam. Po i thot Gjibrilit, o Gjibril, mali la era Mikaila yadhak. O Gjibril, pse unë nuk pesho kur Mikailin me laçën tjetër? Ju i dini 4 melek të mëdhaja, të cilat i njohim me emrin, Gjibril, Mikail, Azrail edhe Israfil, këto 4 më të mëdhajat. Thot ja Gjibril, pse unë Mikailin kur s'pesho të qesh? Thot Gjibrili alayhi salatu wassalam, qal ma dhahika Mikailu mundhu khuliqatin naru. Mikaili nuk ka qesh prej kur është krijuar xhehenami. Rrin me mërzi se e din që kanë me hi insanën ta.
Prandaj po na thot pejgamberi jon neve alayhi salatu wassalam, me dit ju çka di unë, pak kishit me qesh e shumë kishit me qa. Allah i na i falt gabimet ja Rabi e vllaznin ton. Prandaj me laçet kështu kanë qenë të pikluara dhe të mërzitura me çka mundet me i godit njerëzimin të ardhmen. E sot muslimania me shku të sihirbasi, që ku shkon edhe i beson 40 ditë namazi si pranohet. Ja Rab. Bën kufër si kur ka bo kufër kafiri, bën kufër në atë çka është shpallur Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Pejgambert e Allahut janë friksua Allahut subhanahu wa ta'ala. Është friksua Ademi alayhi salatu wassalam pasi që ka bo gabimin në xhennet, të cilin e ka pas të caktuar me bo prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj kur e kanë pyet Ademin, Musa dhe Ademi që kanë pas debat, dialog, Musa alayhi salatu wassalam ka thonë, o Adem, e bone ti gabimin, e na pja pagujmë fakturën sot në dynjo, që na qiti Allah në dynjo, se beb gjunahit tantë në xhennet. Ademi thot, o Musa, lexon Teurat, çka po shkruan ti për gjunahin tem? Ka thonë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Allahu xhalla xhelalu tyta ta ka caktu këtë gjunah me bon 40 vite para se me të kriju. Subhaneke ya Rab. Kur e ka bon këtë mëkat Ademi që ka kërkuar temën e ka shijuar të cilën e ka pas ndaluar me xhennet, ka bon këtë gabim edhe Allahu ja ka fal këtë gabim, transmetohet në hadith se ka qajt 300 vjet. Na bëjmë gjunahin edhe si kur gjon s'kemi bon. Na i pyetim vallahi vllaznit ton dhe motrat tona, ku shteun vjen rastisht ose në xhami se më pyet, ku e ka në pyeti më një heri, vallahi ka qenë viktim e sihirbazve, viktim e mashtruesve. Allah i pështoft këtë ummet ya Rabbi. Thuhet për Nuhin alayhi salatu wassalam, Hazreti Nuhi, pejgamberi i parë mas Ademit alayhi salatu wassalam, kur ka kërkuar djalin e vet me apshtu Allahu në anije me hyp në atë xhamin në atij zamanit tufan që ka qenë. Allahu i ka thonë, o Nu, inni a'idhuk, unë ty po të këshilloj o Nu, an takuna min al-jahilin, po ka bëshe po bëhesh prej ignorantëve, prej jahilave. Pejgamberin e Allahut, kur ka kuptuar Nuhi se kështu qenë ka puna, vallahi thuhet ka kanë tefsir 300 vjet. Pse gabova, o Zot. Ibrahimi alayhi salatu wassalam, kur dilt Ibrahimi, baba i shumë pejgamberve, i cili ka shpëtuar Khalilullah, Ibrahim Khalilullah, ka shpëtuar prej zjarmit ponës Allahut subhanahu wa ta'ala, kur u qonë të namaz me fal, në gjyksin e ti i vlon të vaji, se po del në raport para madhnisë Allahut subhanahu wa ta'ala. Kështu kanë pas frigën pejgamber të Allahut xhalla xhelalu. Prandaj o vllaja musliman, unë i tham vetës edhe juve, mos e shikoni gjunahin sa është i vogël, por shikoni ken po e kundërshtosh. Mos e shikoni sa i vogël. Allah i na pështoft prej gjunahave të mëdha e na i fal gjunahat e vogla. Unë ma shumë nuk dua këtë drejtim me shkua, vetëm i këshilloj vëllezërit e mi dhe motrat që mos të bien prej apo të bëhen viktim të sihirbaz të magjistarët, të cilët nuk kanë rahmet, edhe nuk e dinë se janë duke i bën kufër Allahut subhanahu wa taala. I thënë popullatës që na po shërojmë edhe na po e shërbejmë popullin ton prej magjive të zeza e të kuqe ku diune, ata bëjnë vetëm kufër Allahu xhalla xhelaluhu. Ina ajilan au ajila, shpejt apo vonë Allahu xhalla xhelaluhu ka me i shkatërrua, sepse një vepër e tillë është kufër. Allah i pështoft gjithë ummetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na shpëtoft edhe neve. Prandaj unë pa zgjatur fare, ja lëm vllajt ton Hoxha Lukmanit që të vazhdoj detajisht për këtë smundje të keqe që është në popullatën tonë. Alhamdulillahi rabbil alamin.